Në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës po zhvillohet kampionati kombëtar i atletikës për kategorinë e moshës deri në 18 vjeç, me pjesëmarrjen e ekipeve më të mira të Shqipërisë. Ashtu si në garat e Kupës së Shqipërisë për të rritur, ku Vllaznia u shpall fituese, edhe në konkurimin e 18 vjeçarëve atletët shkodran, të drejtuar nga stafi i trajnerëve Albert Marashi, Bruno Rotani, Dorian Tafa dhe Jetmir Jahaj, janë pretendentët kryesor për fitimin e trofeut. Kampionatin kombëtar të atletikës U18 po e ndjek nga afër edhe presidenti i ri i Federatës Shqiptare të Atletikës, shkodrani Izmir Smajlaj, i cili ka vetëm pak ditë që ka marrë detyrën. Ndër të tjera, Smajlaj vlerëson punën e trajnerëve shkodran, të cilët vazhdojnë të jenë protagonistë në fitimin e të gjithë trofeve të vitit. Për mua është nder me kanë krujt federat, ishte një vendim që unë e mora, ka një vit e gjysmë që e mora si vendim. Sa është nder dhe kënaqësi, po ashtu është edhe një vend me përgjegjësi tepër të madhe. E kisha shumë vështirë me mjull, po ky ishte një vendim personal të pa dhe dëmtimet që kalova vitet e fundit, putjen e ligavendëve dhe nuk u riktheva aty ku duhet. Ne shpresojmë që shumë aktivitete të sjellim në Shkodër, sepse është kënaqësi me ballgaran Shkodër dhe gjithë komuniteti është shumë i gëzuar kur sjellim aktivitete në Shkodër. Pa diskutim, unë më them që e kisha kamin e marrë si aktivitet parë që Franku Burraj na bani një rezultat fenomenal, një rekord 46-14, që është një rezultat shumë e perspektiv, sidomos në garat ndërkombëtare që po vijnë. Kurse sot jena të zhvillu kampionatin kombëtar këto U18, kjo është një mundësi e shkëlqyer për gjithë rinin për me promovu veten, me dhënë një mundësi me konkuru me një tjetrin dhe me zhvillu aftësitë e tyre. Do të thënë edhe një dy fjalë për aktivitetet që na vinë në vazhdimsi, ku do kena me datë 4 qershor kena aktivitetin U20, dhe pastaj me 11-12 qershor kena kampionatin kombëtar për të rritur, ku jeni të ftuar të merrni pjesë, që të promovoni edhe më shumë sportin atletikës. Pastaj kemi ligën e tretë që bëhet në Maribor në Sloveni me datat 24-25 qershor. Kemi kampionatin ballkanik për të rritur në Volos në Greqi. Kemi edhe kampionatin botëror në Tokyo. Shpresojmë që Franku Burraj të jetë në formë dhe na dhurojë Shqipërisë një medalje.